Të vitën të paktën 400. E kuptoj. Keta, sigur nuk është kjo marrëveshje me Bashkinë e Tiranës? Sigur nuk është për këtë bashkia? Sigurisht që bashkia nuk është për këtë. Unë kam ndjek çështjen me shumë interes dhe me shumë keqardhje, me dhimbje të madhe, sepse çfarë kanë qenë për faktin se nuk funksionojnë punët e bashkisë. Dhe sigurisht do të bëjmë si këshill bashkiak, do të thonë si këshilltar të opozitës, do bëjmë një seancë dëgjimore do kërkojmë një seancë dëgjimore me drejtoreshën për të kërkuar llogari, se në radhë të parë ç'po ndodh dhe mbi të gjitha ku shkojnë fondet për çfarë shërbejnë fondet e bashkisë, pra janë fondet vinë nga taksat e qytetarëve. Pra, si shpërdoron... Është problemi jo vetëm ke politika makabër, po dhe ke vjedhje pastaj. Patjetër. Hyn gjithçka në skemat e korrupsionit që jemi mësuar tashmë t'i shohim, dhe unë nuk jam marrë dhe nuk i njoh personat në fjalë, realisht, tani në një farë mënyre po ju dëgjoj emrat dhe padyshim duhet kërkuar llogari për mënyrën se si fondet shpërdorohen dhe se si përdoren në vend se të përdoren pikërisht për mbarvajtjen e strehës, në vend se të përdoren për mirëmbajtjen dhe le të themi për kujdesin ndaj kafshëve, këto u përdorkan dhe u shpërdorohan për t'i helmuar ato dhe për t'i vrarë ato. Nuk është rasti i parë, Flavio, që ne shohim që kur qenë nuk i shërbejnë regjimit dhe shërbëtorëve të regjimit, dhe kjo mua nuk më çudit as pak, sepse... Se është dhe ideologjike, mendon? Është absolutisht ideologjike. Kur kafshët nuk i shërbejnë regjimit, ato kthehen në armiq të regjimit. Ne kemi shumë histori gjatë komunizmit, më famshmja është historia e Tartit, që u varë në kampin e Spaçit për kryengritjen e majit të 73-shit. Se ishte vetëm zbavitje për... Si armik, si armik i drejt për drejt, është dënuar me varje nga gjyqi ushtarak i kampit pas revoltës së Spaçit, sepse Tarti, që ishte qeni besnik i kampit dhe besnik i burgosurve politik, i shoqëronte ata nga minera deri në kamp çdo ditë, dhe ata e kishin ushqyer, e kishin marrë të vogël, dhe kishin ushqyer dhe e mbanin, ishte qeni i tyre, dhe kur pa se Palzefi, një nga kryengritësit kryesor të revoltës, po goditej nga efektiva Liu, i sulet ati dhe... Aty merret vendimi për... Aty të burgosurit, le të themi, entuziazmohen dhe krijojnë një... Frymën e kryengritjes. Pra, në një farë mënyre, Qenushi Tarti ishte iniciatori kryesor i revoltës. Aty, këtu shohim në çmas ideologjia tek trajtimi ndaj kafshëve. Pra, ne kemi histori të pafundme se si është trajtu njeriu, po kur mendon këtë që për herë të parë në histori, ne kemi shumë rekorde për herë të para në histori gjatë komunizmit. Më kujtove dy histori me këtë. Kjo është hera e parë në histori që dënohet me gjyq ushtarak dhe varet si Më ngacmove me këtë me dy histori, i kam të dy shumë për zemër, e para në mesjet Papa i kishte fobi macet, i eliminoi gjitha dhe di ç'a ndodhi, vdiq 1/3 e popullsisë e Europës nga murtaja, se pa macet do kesh minj. Pa macet nuk kemi. Ndërsa në Kin, Mao Zedongi nuk i kishte qef harabelat, e disa kinez vdiqën 25 milion. 25 milion, se sigurisht nuk ishte marabela që të kryenin funksionin e tyre në ekosistem.